Në një qytet të vogël italian, ku rrugicat e ngushta dhe ndërtesat e vjetra të ngjitura njëra pas tjetrës ruanin ende aromën e kohëve të kaluara, jetonte Elena. Një vajzë e re me flok kafe të errët dhe sy që reflektonin një ndjenjë të brisht, por të vendosur. Ajo kishte gjithmonë një buzëqeshje që maskonte një botë të brendshme plot frikë dhe dëshira të ndaluara. Elena ishte martuar që në adoleshencë me Matteo, një burr me të cilin kishte ndarë një dashuri të thjeshtë, të qetë dhe të parashtur nga pasionet e rrezikshme të jetës. Por jeta nuk e kishte kursyer çiftin. Matteo, një burr me një karakter të fortë dhe një ndjenjë të jashtëzakonshme për drejtësi, ishte arrestuar disa muaj më parë për një gabim që nuk e kishte bërë vetë, duke lënë Elenën të përballet me boshllëkun dhe heshtjen e shtëpisë. Shtëpia ku jetonin, një ndërtesë e vogël me 2 kate dhe një obor të mbushur me lule dhe drita të diellit, që tani duke e zymt pa Matteo, ishte bërë një burg i heshtur për Elena. Çdo gjë aty brenda, nga zhurma e qelsave në derën kryesore, tek aroma e bukës së pjekur nga nëna e saj, i kujtonte mungesën e tij. Por ajo gjithmonë kishte pasur një forcë të brendshme që e mbante të qëndronte, të kujdesej për familjen dhe të ruante shpresën se një ditë Matteo do të kthehej. Një mbrëmje të ftohtë vjeshte, ndërsa rrugicat e qytetit mbusheshin me dritat e portokall të rrugëve të ngushta, Elena po rregullonte librat në raftin e saj të vogël të sallonit, kur dëgjoi zërin e hapave në obor. Ishte një tingull i njohur, por që nuk vinte nga Matteo. Ishte një zhurmë e butë, pothuajse e frikshme për atë qetësi që e kishte mësuar të shoqëronte. Kur dritarja u hap dhe një figurë u shfaq, Elena ndjeu një dridhje të papritur në trup. Ishte Luca, vëllai i Matteos, një burr i gjatë, me sytë e errët dhe një qetësi që duke e lindur, që kishte ardhur për t'i dhënë mbështetje në këto ditë të vështira. Por ajo ditë, takimi i tyre kishte diçka të ndryshme. Nuk ishte vetëm ngushëllimi apo mirësia që shkëlqente në shikimin e tij. Kishte një tension të padukshëm, një çekuilibër të brendshëm që i bënte zemrat e tyre të rinin pak më shpejt. Elena nuk e kuptonte menjëherë atë që po ndodhte. Çdo takim me Lucan kishte qenë gjithmonë i thjeshtë dhe i qetë. Ai vinte shpesh për të sjellë lajme për Matteo, ose për të ndihmuar me punët e shtëpisë. Por këtë herë, ajo ndjeu një ndjesi të papritur. Një ngrohtësi që përshkonte çdo kontakt të vogël, çdo buzëqeshje dhe çdo fjalë të thjeshtë. Ditët kalonin dhe shpirti i saj filloi të ndiejë ndar midis ndjenjes së besnikërisë ndaj Matteos dhe një dëshire të re, të ndaluar që po linte pa e kuptuar. Ajo e dinte se çdo emocion i ri ishte një tradhti ndaj burrit të saj, por nuk mund ta ndalonte zemrën të ndjente atë që ndjente për Luca. Pasioni dhe faji filluan të përziheshin në heshtjen e shtëpisë, duke i bërë momentet e thjeshta, si një kafe në mëngjes ose një shëtitje të shkurtër jashtë, të ndriçonin me një tension të rrezikshëm. Një ditë, ndërsa rinte pranë dritares dhe shikonte rrugën e boshatisur, Luca hyri në dhomë me disa libra që Matteo i kishte dashur të lexonte. Kur ata u përplasën me sytë e njëri tjetrit, heshtja zgjati më shumë se sa ishte normale. Zemrat e tyre rrinin njësoj, dhe një ndjenjë e re, e papritur, mbushi ajrin. Pa e kuptuar, Elena e kuptoi se ndjenja për Lucan po rritej, dhe se kjo ndjenjë nuk mund të kishte kthim pas. Pjesa një e një lidhje e ndaluar dita tjetër filloi me një rutinë të zakonshme, por tensioni midis tyre nuk ishte më i zakonshëm. Luca, me një arsye të vogël, u ul pranë saj në kuzhinë, duke i ndihmuar të përgatiste mëngjesin. Buzëqeshjet e tyre ishin më të gjatë, fjalët më të buta dhe kontaktet më të rastësishme filluan të mbusheshin me një tension të ndaluar. Elena ndjeu një konfuzion të brendshëm. Dashuria për burrin e saj ishte ende aty, e fortë dhe e qetë, por ndjenja e re që po lulëzonte për Lucan po e bënte të ndiejë gjallë në një mënyrë që nuk kishte përjetuar kurrë më parë. Ajo filloi të pyes veten për moralin e saj, për pasojat e ndjenjave të saj, dhe për atë që shpirti i saj po kërkonte vërtet. Luca, nga ana tjetër, po përballej me një luftë të ngjashme. Ai e kishte dashur gjithmonë motrën e vëllait të tij, dhe shikimi i Elenas si kthente kujtime të bukura dhe një dëshirë të fshehtë që kishte përpiqur të shtypte. Por tashmë, pranë saj, çdo përpjekje për të mbajtur emocionet nën kontroll dështonte. Një mbrëmje, pasi kishte rënë errësira dhe qyteti ishte mbushur me dritat e ngrohta të rrugëve, ata u ulën pranë sobës në shtëpi. Heshtja ishte mbështjellëse, dhe vetëm tingulli i zjarrit që digjej duke i pranueshëm. Luca ju afrua pak më shumë, dhe duart e tyre u takuan rastësisht. Të dy ndjen një rrahje të shpejtë zemre. Një moment i shkurtër, por i mbushur me pasion dhe frikë. Elena ndjeu një luhatje me sfajeve dhe dëshirës. Çfarë po ndodh me mua? Pyeti ajo në heshtje, por nuk kishte zë të fliste. Luca, me një buzëqeshje të lehtë që fshehte një tronditje të brendshme, e kuptoi atë pa fjalë. Ishte një tërheqje e pandalshme, një ndjenjë që asnjëri nuk mund ta shpjegonte, por që i bënte të ndihen të gjallë. Ditët kaluan dhe çdo moment i thjeshtë u kthye në një lojë të rrezikshme emocionale. Një shikim i gjatë, një buzëqeshje e rastësishme, një prekje e lehtë. Elena filloi të kuptojë se çdo vizitë e Lucas po e bënte të ndjente më shumë se sa duhej,
dhe kjo ndjenjë filloi të dominojë mendimet e saj. Një pasdite, ndërsa shëtisnin në oborin e pasëm, Luca e mori dorën e saj pa paralajmërim. Shikimi i tyre u përplas me një intensitet të papar, dhe heshtja u mbush me një kuptim që të dy e ndjenin. Ishte një moment që mund të kishte thyer çdo barrierë morale. Një moment që tregonte se pasioni dhe faji nuk ishin më të ndara. Elena e dinte se çdo ndjenjë e tillë ishte ndaluar. Mateo ishte në burg, i pafajshëm ose jo, dhe ajo ishte e martuar me të, por zemra e saj po fliste një gjuhë tjetër. Ndërsa mbrëmja zbriti dhe dritat e qytetit shndritnin jashtë dritares, Elena dhe Luca ndjen një lidhje që nuk mund të përshkruaj me fjalë. Një lidhje ndaluar, por kaq e fortë, saqë heshtja e tyre ishte më e zëshme se çdo fjalë. Ditët pas takimeve të fundit ishin një torturë e ëmbël për Elena. Çdo mëngjes, kur hapte syt, mendja e saj ishte mbushur me kujtimet e fundit të Lucas. Një buzëqeshje e lehtë, një fjalë rastësishme, një prekje që kishte zgjatur më shumë se sa duhej. Ndërsa përpiqej të vazhdonte jetën normale, një pjesë e saj vazhdonte të kërkonte atë tension të papërshkrueshëm që vetëm Luca mund ta shkaktonte. Një pasdite, kur dielli i vjeshtës shpërndante dritë të ngrohtë mbi rrugët e qytetit, Luca e vizitoi sërish. Ai kishte sjell disa libra dhe letra nga Mateo, duke treguar përpjekjen e tij për të ruajtur lidhjen mes çiftit në mungesë të burrit. Por ajo ditë ishte e ndryshme. Nuk ishte thjesht ndihmë apo ngushëllim. Kishte një elektricitet në ajër, një tërheqje që nuk mund të shpjegoj. Ata qëndruan pranë tryezës së kuzhinës, duke folur për kujtimet me Mateon dhe për planet që kishin për të ardhmen pas lirimit të tij. Por fjalët ishin vetëm një mbulesë. Çdo herë që duart e tyre prekeshin rastësisht, zemrat e tyre rrihnin më shpejt. Një heshtje e gjatë mbushi dhomën, e pasuar nga një shikim që nuk kërkonte fjalë për të kuptuar mesazhin e fshehur. Elena, zëri i Lucas ishte i ulët dhe i ngadalt, si të kishte frikë të thoshte më shumë. Po, ajo ju përgjigj me një luhatje të vogël të zërit, duke ndjerë një dridhje të lehtë në stomak. Nuk kishte asnjë fjalë tjetër. Vetëm shikimi i tyre fliste, dhe në atë heshtje diçka ndryshoi. Një prekje e vogël e dorës së tij mbi dorën e saj, një ngrohtësi që u përhap si zjarri i fshehtë. Elena ndjeu një tronditje të brendshme. E dinte se çdo gjest i tillë ishte i ndaluar, por nuk mund ta ndalonte trupin të përgjigjej ndaj pasionit të ri. Ditët kaluan dhe takimet e tyre u bën më të shpeshta, gjithmonë të maskuara pas arsyeve të thjeshta. Dorëzimi i postës, librave apo informacioneve për Mateo. Por çdo takim ishte një luftë e heshtur për të mos thyer barrierat morale. Ata flisnin, qeshnin dhe ndanin kujtime, por shikimi i tyre shpesh ndalonte në buzëqeshje të qëndrueshme, duar që afrohen pa paralajmërim, dhe tensioni midis tyre ishte i padukshëm për të tjerët, por i pamohueshëm për ta. Një mbrëmje, Luca e ftoi Elenën të shëtisnin përreth qytetit, duke justifikuar vizitën si një mënyrë për të marrë ajër pas shumë ditëve të qetësisë së detyrua. Rrugët e ngushta, të ndriçuara nga dritat e portokallt, dukeshin magjike. Era e vjeshtës mbushte mushkërit dhe heshtja midis tyre ishte mbushur me një tension të pashpjegueshëm. Pasi kaluan disa minuta duke ecur pranë njëri tjetrit, Luca ndaloi dhe e shikoi Elenën drejt në sy. Elena, nuk duhet të ndjej këtë për ty, e di, por nuk mund ta shmang, tha ai me një zë të butë, por të vendosur. Ajo ndjeu një dridhje të papërshkrueshme. Zemra i rrihte fort, trupi i saj i vogël ishte i ngrohtë nga pasioni që po përhapej. Luca, unë nuk e di çfarë ndjej, është e gabuar. Mateo nuk arriti ta përfundonte fjalinë. Ai u afrua ngadalë, aq afër sa mund të ndjente aromën e saj. Heshtja ishte mbushur me një kuptim që asnjë fjalë nuk mund ta shpjegonte. Një moment i vetëm, një përplasje e papritur mes tërheqjes dhe frikës, dhe ajo ndjeu një impuls të fshehtë të zemrës që e shtyu të afrohej edhe më pranë. Kur u kthye në shtëpi, Elena ndjeu se një pjesë e saj ishte ndryshuar përgjithmonë. Çdo kontakt me Lucan e kishte lënë të ndjerë. Çdo buzëqeshje e tij ishte një kujtesë e rrezikut dhe pasionit që po lulëzonte. Ndërsa rrinte në dhomën e saj, duke shikuar dritën e zbehtë të rrugës që hynte nga dritarja, ajo e kuptoi. Çdo ditë që kalonte pranë Lucas, ndjenja e saj për Mateon ishte duke u përzier me një zjarr të ndaluar, një emocion që mund të shkatëronte gjithçka nëse dilte në sipërfaqe. Në errësirën e natës, ndërsa qyteti flinte, Elena ndjeu për herë të parë se pasioni dhe faji nuk mund të ndaheshin më. Dhe ndërsa mendonte për Mateon në burg, për dashurinë e saj të hershme dhe për të ardhmen e pasigurt, ajo kuptoi se çdo zgjedhje që do të bënte tani do të kishte pasoja të pashmangshme. Ditët pas shëtitjes së natës ishin mbushur me tension të padukshëm. Elena e kuptonte se çdo moment i kaluar pranë Lucas ishte një lojë e rrezikshme me zjarrin. Ajo përpiqej të ruante normalitetin, të kujdesej për shtëpinë dhe të mos tregonte asgjë nga ajo që ndjente. Por secili shikim, secili buzëqeshje e tij ishte si një thikë hollë që ndante heshtjen e përditshme nga dëshira e fshehtë. Një pasdite,
Ndërsa rinte në oborin e pasëm duke marrë ajër, Luca erdhi papritur me një shport me fruta dhe bukë të freskë. Pash që kishte filluar të bënte më ftohtë dhe mendova të ndihmoja, tha ai, duke u afruar me një buzëqeshje të qetë, por që kishte një nuancë tjetër, një ngrohtësi që nuk mund të kishte qenë vetëm mirësia. Elena ndjeu një dridhje të fortë kur ai ju afrua. Çdo gest i tij, çdo lëvizje e dorës, çdo shikim i shkurtër, ishte i mbushur me tension të padukshëm. Ajo e dinte se ndjenja e saj për Lucan po rritej, dhe se çdo moment i fshehti përbashkët ishte një hap më pranë rrezikut. Luca, ndoshta duhet të bisedojmë, tha ajo, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Për çfarë? Pyeti ai, duke e shikuar drejt syve, një nuancë pasioni e fshehur duke u dukur atje. Për ndjenjat tona, tha ajo, zëri i saj i lehtë drite. Nuk dua të ndodh ndonjë gjë e gabuar, por nuk mund të ndaloj të ndjej atë që ndjej. Luca heshti për një çast, duke e shikuar në heshtje. Zemra e tij rrihte po aq fort sa e saj, dhe ai e dinte se çfarë po ndodhte mes tyre ishte ndaluar. Por tërheqja ishte më e fortë se çdo përpjekje për të qëndruar larg. Ai ju afrua pak më shumë, aq sa duart e tyre u prekën sërish. Ky kontakt i vogël, i rastësishëm, ishte mbushur me një elektricitet që nuk mund të mohohej. Ditët kaluan dhe takimet e tyre u bën më të fshehta. Ata gjenin mënyra të vogla për të kaluar momente vetëm, shpesh duke rrezikuar që dikush të mos i zbulonte. Një pasdite, ndërsa Mateo ishte në burg, Luca i propozoi Elenas të kalonin disa minuta në një pjesë të fshehtë të oborit, ku lulet e stinës mbulonin çdo gjumë të tyre. Aty, në hijen e pemëve, ata qëndruan pranë njëri tjetrit në heshtje, duke ndjer tensionin dhe dëshirën që po rritej. Elena, nuk duhet të ndodh, e di, tha Luca, zëri i tij i ulët dridhe nga emocionet. Por ndje diçka që nuk mund ta ndaloj, ju përgjigj ajo, duke shikuar drejt syve të tij. Ishte një moment i vështirë, ku faji dhe pasioni përplaseshin brenda saj. Ai e mori dorën e saj në të dy duart e tij, dhe ajo ndjeu ngrohtësinë që po përhapej në të gjithë trupin. Ishte një kontakt i vogël, por i mbushur me kuptim. Ata e dinin të dy se çdo hap i tillë ishte një hap drejt rrezikut, por zemrat e tyre nuk mund të rezistonin më. Një mbrëmje tjetër, ndërsa rrugicat e qytetit ishin të qeta dhe dritat e rrugëve shkëlqenin mbi rrugën e lagu nga shi. Luca dhe Elena qëndruan pranë një kafeneje të vogël. Ata flisnin për gjëra të zakonshme, por shikimi i tyre shpesh ndalonte në buzëqeshje të qëndrueshme dhe prekje të vogla të dorës që nuk mund të ishin thjesht rastësi. Shumë gjëra kanë ndryshuar që kur Mateo u largua, tha Elena, duke u përpjekur të qëndronte e qetë. Po, por ndjenja e diçka e të ndaluar nuk është më e vogël, ju përgjigj Luca. Zëri i tij ishte i ngrohtë dhe i vendosur. Ata u ndan atë mbrëmje, por të dy e dinin se gjithçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Një pjesë e tyre kishte filluar të fliste një gjuhë që nuk mund të mohohej. Një tërheqje e ndaluar, një pasion i fshehtë, dhe një lidhje që mund të shkatëronte gjithçka nëse zbuloheshin. Kur Elena shkoi në dhomën e saj, zemra e rrihte fort dhe mendimet e saj ishin një rrëmujë e pasionit dhe fajeve. Ajo e dinte se çdo hap i mëtejshëm ishte një lojë me zjarrin, por nuk mund të shmangte ndjenja që po lulëzonin midis saj dhe Lucas. Në heshtjen e natës, ndërsa qyteti flinte, Elena kuptoi një gjë. Pasioni dhe faji ishin tashmë të pandashëm, dhe çdo zgjedhje që do të bënte tani do të kishte pasoja të pakthyeshme. Dhe ndërsa mendonte për Mateon, për dashurinë e saj të hershme dhe për të ardhmen e pasigurt, ajo ndjeu se lidhja me Lucan kishte kaluar një pikë pa kthim. Ditët pas takimeve të fundit ishin bërë një lojë rrezikshme mes Elenas dhe Lucas. Tërheqja e ndaluar që ndjenin për njëri tjetrin ishte bërë e pamohueshme. Çdo moment i thjesht i përbashkët ishte mbushur me një tension të padukshëm, dhe secila shikim apo buzëqeshje mbarte një mesazh që vetëm ata e kuptonin. Një pasdite, ndërsa rinte pranë dritares duke parë rrugën e boshatisur, Luca hyri sërish. Ai kishte sjell disa letra dhe disa libra nga Mateo, duke justifikuar vizitën me nevojën për të mbajtur lidhjen mes çiftit. Por Elena e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Ndërsa i afrohej, syri i tij kapte çdo lëvizje të saj, çdo dridhje të lehtë të trupit. Ne po rrezikojmë gjithçka, Luca, tha ajo, zëri i saj dridhej. E di, por ndjenja jonë është më e fortë se çdo rregull, ju përgjigj ai, duke e shikuar drejt syve. Një heshtje e gjatë mbushi dhomën, e mbushur me pasion dhe frikë. Ai ju afrua ngadalë, dhe duart e tyre u prekën sërish. Ky kontakt i vogël, i dukshëm si rastësi për të tjerët, ishte i mbushur me kuptim për ta. Elena ndjeu një ngrohtësi që i përshkoi trupin, një ndjenjë që e bënte të ndiej gjallë dhe e pasigurt njëkohësisht. Ditët kaluan, dhe takimet e fshehta u bën më të guximshme. Ata gjenin arsye të vogla për të qëndruar vetëm. Një kafe në kuzhinë, një rrugë e shkurtër për të marrë libra apo letra, një shëtitje e rastësishme në oborin e pasëm. Çdo moment i fshehtë ishte një lojë me zjarrin. Një mbrëmje, Luca e ftoi Elenën të shëtisnin në oborin e pasëm, i mbuluar nga pemët dhe dritat e ngjashme me hije që krijonin një atmosferë të fshehtë.
Aty, larg syve të tjerë, ata qëndruan pranë njëri tjetrit në heshtje. Një dridhje e lehtë i kaloi trupit të Elenas kur ai e mori dorën. Ne nuk mund ta mohojmë më, tha Luca, zëri i tij i ulët dhe i ngrohtë. Po, por Mateo, ai është në burg, dhe unë nuk mund të bëj gjë që do ta lëndonte, ju përgjigja ajo, duke ndjerë një tension të papërshkrueshëm midis pasionit dhe fajeve. Ata u shtrënguan pak më shumë, duke ndjerë një lidhje që nuk mund të mohojë. Ishte një moment ku gjithçka ishte ndaluar, por zemrat e tyre ishin të pakapshme nga dëshira. Elena ndjeu një ndjesi të re, një përzierje të pasionit dhe frikës, që e bëri të kuptonte se çdo hap i mëtejshëm do të kishte pasoja të pakthyeshme. Një ditë tjetër, ndërsa shëtisnin pranë lumit që kalonte përmes qytetit, Luca ndaloi dhe e shikoi Elena. Ndonjëherë ndjej se çdo kontakt i vogël me ty më bën të harroj gjithçka tjetër, tha ai, zëri i tij duke dridhur nga emocionet. Po, unë ndjej të njëjtën gjë, por çdo ditë që kalojmë së bashku është një rrezik, ju përgjigj ajo, duke ndjerë një dridhje të papritur. Ajo natë shërbeu si një hap më tej drejt rrezikut. Ata u ulën pranë sobës në dhomën e Elenas, duke folur për kujtimet me Mateon dhe për shpresën që një ditë ai të lirohej. Por pas çdo fjale, çdo heshtje dhe çdo shikimi, pasioni midis tyre u bë më i qartë. Një prekje rastësishme e dorës, një buzëqeshje që zgjati më shumë se sa duhej, tërhoqën ata më afër, duke i bërë të kuptojnë se lidhja e tyre kishte kaluar një pikë pakthim. Në heshtjen e natës, ndërsa qyteti flinte dhe rrugët ishin të zbrazura, Elena kuptoi një gjë të rëndësishme. Çdo moment i fshehtë, çdo kontakt i vogël, nuk ishte thjesht pasion, ishte një lojë me fatin dhe moralin e tyre. Dhe ndërsa mendonte për Mateon, për dashurinë e saj të hershme dhe për të ardhmen e pasigurt, ajo ndjeu se çdo vendim që do të merrte tani do të ndryshonte gjithçka. Elena dhe Luca e dinin të dy se pasioni i tyre ishte një zjarr i fshehtë që mund të shkatëronte gjithçka, por asnjëri nuk mund të shmangte ndjenjat që po lulëzonin mes tyre. Heshtja dhe tensioni ishin bërë pjesë e jetës së tyre. Dhe çdo ditë e kaluar pranë njëri tjetrit ishte një hap më afër një rreziku që nuk mund të shmangej. Ditët që pasuan ishin të mbushura me një tension të padurueshëm. Elena ndjente se çdo moment i kaluar pranë Lucas ishte një lojë me zjarrin, dhe çdo buzëqeshje, çdo prekje e vogël, ishte një shenjë e fshehtë e pasionit që po lulëzonte mes tyre. Por tani, rreziku kishte marrë një formë të re. Afërsia e lirimit të Mateos po bëhej reale. Çdo ditë që kalonte, mendimi për kthimin e burrit të saj bëhej një ankth që nuk mund të shmangej. Një mbrëmje, Luca e vizitoi Elenën me një justifikim të thjeshtë, disa letra dhe fotografi që Mateo kishte lënë për të. Por kur u ulën pranë sobës, heshtja u mbush me një tension që nuk mund të mohojej. Shikimi i tyre u takua dhe përplasja e pasionit dhe frikës ishte e dukshme. Elena, nuk mund ta mohoj më, tha ai me një zë të ulët dhe të dridhur. Çdo moment me ty më bën të harroj gjithçka tjetër. Ajo e shikoi për pak, duke ndjerë zemrën e saj të rrihte më shpejt. Luca, ndjenja jonë është ndaluar, por nuk mund të mohoj se ndjej të njëjtën gjë. Pa paralajmërim, ai ju afrua dhe e mori dorën e saj. Ndërsa gishtat e tyre u lidhen, një val ngrohtësie dhe pasioni e mbushi trupin e Elenas. Ishte një moment i shkurtër, por i mbushur me kuptim. Çdo prekje, çdo shikim, çdo buzëqeshje e vogël ishte një akt rebelimi kundër moralit dhe rregullave që kishin jetuar deri më tani. Ditët kaluan, dhe takimet e tyre u bën më të guximshme. Ata gjeni mënyra të fshehta për të kaluar momente vetëm. Një kafe në kuzhinë, një shëtitje e shkurtër në rrugët e qytetit, një takim i rastësishëm në oborin e pasëm. Çdo moment ishte një lojë e rrezikshme, ku zemrat e tyre rrinin më fort dhe frymarrja bëhej më e shpejtë. Një mbrëmje, ndërsa rrugicat e qytetit ishin të zbrazura dhe era e ftohtë e vjeshtës përshkonte ajrin, Luca e ftoi Elenën të shëtisnin pranë lumit. Aty, në dritën e kaltër të rrugës dhe hijet që krijonin pemët, ata qëndruan pranë njëri tjetrit. Një prekje e vogël e dorës, një buzëqeshje e gjatë dhe tensioni shpërtheu. Elena, çdo ditë që kalojmë së bashku është një rrezik i madh, tha ai, duke shikuar drejt syve të saj. Po, por zemra ime nuk mund të ndaloj, ju përgjigj ajo, duke ndjerë një dridhje që i përshkoi gjithë trupin. Në heshtjen e natës, ata u afruan më pra. Një moment i shkurtër, një buzëqeshje që zgjati pak më shumë se zakonisht, dhe një tërheqje që nuk mund të mohojej. Elena ndjeu një ndjenjë të papërshkrueshme, një përzierje pasioni dhe frike, e cila i tregonte se çdo hap i mëtejshëm ishte një lojë me fatin dhe moralin e tyre. Por pasioni nuk ishte vetmja gjë që i lidhte. Dilemat morale dhe frika nga kthimi i Mateos shtonin një peshë të rëndë mbi zemrat e tyre. Çdo moment i fshehtë ishte një kujtesë se çdo vendim mund të shkatëronte gjithçka. Dhe ndërsa rinin pranë njëri tjetrit, Elena dhe Luca kuptuan se tashmë nuk mund të ktheheshin pas. Në atë heshtje, mes rrjedhës së lumit dhe dritave të qytetit, ata ndjen një tërheqje që ishte më e fortë se çdo rregull apo frikë. Pasioni i fshehtë ishte bërë i pamohueshëm, dhe zemrat e tyre e dinin. Çdo ditë që kalonin së bashku,
çdo shikim dhe çdo buzëqeshje, ishte një hap më pranë një rreziku që mund të shkatëronte gjithçka në jetën e tyre. Elena u kthye në dhomën e saj atë natë, e lodhur, por e mbushur me emocione të përziera. Zemra i rrihte fort, mendimet i ishin një rrëmujë e pasionit dhe fajeve. Ajo e kuptoi se çdo moment i kaluar pranë Lucas kishte ndryshuar gjithçka, dhe se çdo vendim i arshëm do të kishte pasoja të pakthyeshme për të gjithë. Disa javë pas kulmit të fshehtë të pasionit të tyre, Elena ndjente se çdo moment pranë Lucas ishte një lojë me zjarri. Zemra i rrihte fort çdo herë që e shikonte. Çdo buzëqeshje e tij ishte një shpërthim i fshehtë pasioni. Por tani, rreziku nuk vinte vetëm nga ndjenja e tyre ndaluar, por edhe nga afërsia e Mateos që po i afroi lirimit. Një ditë, kur dielli i vjeshtës shpërndante rrezet e tij mbi qytet, Luca e vizitoi Elenën me një justifikim të thjeshtë, disa letra nga Mateo dhe disa kujtime që ai kishte lënë pas. Por ndërsa qëndronin pranë dritares së sallonit, një heshtje e rëndë mbushi dhomën. Ata e dinin të dy se çdo fjalë e thjeshtë, çdo kontakt i vogël, ishte një rrezik i madh. Elena, çdo ditë që kalojmë së bashku më bën të harroj gjithçka tjetër, tha Luca, zëri i tij dridhej nga emocionet. Ajo e shikoi për pak, duke ndjerë një dridhje të papërshkrueshme. Por Mateo po kthehet. Nuk mund të bëj asgjë që do ta lëndonte, ju përgjigj ajo, zemra i rrihte fort. Por pasioni i tyre ishte më i fortë se frika. Pa paralajmërim, Luca e tërhoqi ngadalë pranë vetes, dhe duart e tyre u lidhen. Një prekje e vogël, por e mbushur me kuptim, i bëri të kuptojnë se tashmë nuk kishte kthim pas. Çdo ditë që kalonin së bashku, çdo shikim dhe çdo buzëqeshje, i afronte më shumë drejt një shpërthimi emocional, që mund të shkatëronte gjithçka. Ditët që pasuan ishin të mbushura me momente të fshehta dhe takime të rrezikshme. Ata shëtisnin në rrugët e zbrazura, u takonin fshehtas në oborin e pasmë, dhe çdo prekje ishte një përzierje pasioni dhe frike. Elena ndjente një ndjesi të re, një zjarr të fshehtë që po rritej me çdo takime. Një mbrëmje, ndërsa rrugicat e qytetit ishin të qeta dhe dritat e rrugëve shndritnin mbi ujërat e lumit, Luca e ftoi Elenën të ulej pranë tij mbi një bankë të vjetër. Heshtja ishte e mbushur me tension, dhe shikimi i tyre kapte gjithçka që nuk mund të thoni me fjalë. Elena, nuk mund ta mohoj më. Çdo kontakt me ty është më i fuqishëm se çdo rregull, tha ai, zëri i ulët dhe i ngrohtë. Por çdo gjë që ndjej është ndaluar dhe Mateo po kthehet, ju përgjigj ajo, duke ndjerë një dridhje që i kaloi gjithë trupin. Ata u shtrënguan pranë njëri tjetrit, duke ndjerë një tërheqje që ishte e pamohueshme. Ishte një moment i shkurtër, por i mbushur me pasion dhe frikë. Elena kuptoi se çdo prekje, çdo shikim, çdo buzëqeshje e vogël ishte një hap më pranë rrezikut që mund të shkatëronte gjithçka në jetën e tyre. Por dilema morale ishte e pamohueshme. Elena e dinte se pasioni i saj për Luca mund të shkatëronte martesën dhe jetën e Mateos, por zemra e saj nuk mund të rezistonte. Heshtja e natës, dritat e qytetit dhe era e lumit i bënin të dy të ndjenin se çdo moment i fshehtë ishte një lojë me fatin. Në atë heshtje, ndërsa rrugët e qytetit ishin të zbrazura dhe nata mbulonte gjithçka, Elena dhe Luca e kuptuan një gjë të rëndësishme. Pasioni i fshehtë nuk ishte më i kontrollueshëm. Çdo hap që do të merrnin tani do të ndryshonte përjetësisht jetën e tyre dhe të Mateos. Dhe ndërsa shikoheshin, të dy ndjenë se zemrat e tyre ishin të lidhura me një zjarr të ndaluar që nuk mund të shuhej. Elena u kthye në dhomën e saj atë natë, e lodhur, por e mbushur me emocione të përziera. Zemra i rrihte fort, mendimet i ishin një rrëmujë e pasionit dhe fajeve. Ajo kuptoi se çdo vendim që do të merrte, tani do të kishte pasoja të pakthyeshme për të gjithë. Heshtja dhe tensioni ishin bërë pjesë e jetës së tyre, dhe çdo ditë e kaluar pranë njëri tjetrit ishte një hap më afër shpërthimit që po afrohej. Disa ditë pas takimeve të fshehta dhe pasionit të ndaluar, lajmi që Mateo do të lirohej kishte mbërritur tek Elena. Një ndjenjë e përzier paniku dhe ankthi e mbuloi menjëherë. Zemra i rrihte fort. Trupi i saj dridhej nga mendimi se çdo moment që kishte kaluar pranë Lucas mund të zbuloheshin dhe të shkatëronin gjithçka. Luca e kuptoi menjëherë tensionin e saj. Ai e mori dorën dhe e shikoi drejt syve. Elena, çdo gjë që ndjejmë nuk ka qenë lehtë, por tani duhet të jemi të kujdesshëm. Mateo po kthehet, dhe çdo gabim mund të na shkatërrojë. Ajo e shikoi për pak, duke ndjerë një val të fortë emocioni. E di, por zemra ime nuk mund të ndaloj. Çdo prekje, çdo shikim me ty ka qenë më i fuqishëm se çdo gjë tjetër. Ditët kaluan me ankth dhe pasiguri. Elena ndihej e ndarë mes pasionit të saj për Lucan dhe detyrës ndaj Mateos, burri që ende e donte dhe që kishte kaluar gjithçka për të. Ajo përpiqej të ruante normalitetin në sy të tjerëve, por çdo kontakt i vogël me Lucan ishte një shpërthim i fshehtë pasioni që nuk mund të mohohej. Një mbrëmje, ndërsa rrugët e qytetit ishin të zbrazura dhe era e vjeshtës përshkonte ajrin, Luca e ftoi Elenën të shëtisnin pranë lumit.
Heshtja mes tyre ishte e mbushur me tension. Ai e tërhoqi ngadalë pranë vetes dhe shikoi drejt syve. Elena nuk mund ta mohoj më. Çdo moment me ty është më i fuqishëm se çdo rregull. Ajo ndjeu një dridhje të papërshkrueshme. Po, por çdo gjë që ndjej është ndaluar. Mateo po kthehet dhe unë, nuk mund të përfundonte fjalinë. Pas një heshtjeje të gjatë, Luca e preku fytyrën e saj me dorën e tij dhe i tha: "Zgjedhja është e jotja, Elena, çdo vendim që merr do të ndryshojë gjithçka, por unë do të jem këtu, pavarësisht gjithçkaje." Një ndjenjë e fortë, pasioni i shpërtheu brenda saj. Zemra i rrihte furishëm, mendimet ishin një rëmuj. Ajo e dinte se çdo kontakt, çdo shikim, çdo buzëqeshje me Lucan ishte një rrezik i madh, por zemra e saj nuk mund të rezistonte më dita e kthimit të Mateos mbërriti. Elena e priti me një ndjenjë të përzier, ankthi dhe frike. Kur ai hyri në shtëpi, ajo ndjeu emocionet e dikujt që kishte kaluar shumë kohë larg. Mateo e përqafoi, dhe çdo prekje e tij ishte një kujtesë e detyrës dhe moralit të saj. Por pas secilit buzëqeshje, secilit fjalë, Elena ndjente zemrën e saj të rrihte për Lucan. Në atë moment, ajo kuptoi se nuk mund të vazhdonte të jetonte në këtë dyzim të fshehtë. Pasioni dhe dashuria për Luca ishin bërë të pamohueshme. Heshtja dhe tensioni i fshehtë që kishin ndarë deri më tani, e kishin përgatitur për momentin më të vështirë të jetës së saj. Një zgjedhje mes pasionit dhe detyrës, mes fajeve dhe dashurisë ndaluar. Elena u tërhoq për një moment në dhomën e saj, duke menduar për çdo prekje, çdo buzëqeshje, çdo shikim me Luca. Zemra i rrihte me ritmin e pasionit dhe frikës. Ajo e dinte se çdo vendim që do të merrte tani nuk do të kishte kthim pas. Kur Mateo u ul pranë saj dhe e përqafoi ngrohtësisht, Elena e ndjeu zemrën e saj të coptuar. Por një gjë ishte e qartë. Pasioni dhe dashuria për Lucan ishin më të fuqishme se çdo detyrim moral. Heshtja dhe tensioni i fshehtë kishin bërë të pamundur kthimin pas. Në atë natë, ndërsa qyteti flinte dhe rrugët ishin të zbrazura, Elena mori vendimin e saj. Një zgjedhje që do të ndryshonte jetën e saj dhe të Mateos përgjithmonë. Një zgjedhje që e lidhte zemrën e saj me një zjarr të ndaluar, një pasion që nuk mund të shuhej. Dita pas kthimit të Mateos ishte e mbushur me heshtje të rëndë dhe tension të padukshëm. Elena ndjehej e ndarë mes dy botëve. Njëra, jeta që kishte pasur deri tani me Mateon, dhe tjetra, pasioni i fshehtë për Lucan që nuk mund të mohohej. Zemra e rrihte fort, çdo hap i saj dukej si një hap drejt rrezikut të madh. Kur Mateo u ul pranë saj dhe e përqafoi ngrohtësisht, Elena ndjeu një ndjesë të thellë faji, por zemra e saj nuk mund të harronte Luca. Pas disa minutash heshtjeje, ajo mori frym thellë dhe vendosi të fliste. "Mateo, ka diçka që duhet të të them," tha ajo, zëri i saj dridhej. Mateo e shikoi me kurreshtje, pa kuptuar menjëherë seriozitetin e fjalëve të saj. "Çfarë ndodh, Elena?" pyeti ai me butësi, duke i dhënë një shikim të ngrohtë. Elena mori guximin dhe tha fjalët që e kishin shkatëruar brenda. "Ndjenja ime nuk është e thjeshtë. Ka diçka që nuk mund ta kontrolloj, një lidhje që ka lindur mes meje dhe Lucas." Heshtja që pasoi ishte e padurueshme. Mateo e shikoi për pak me sytë e hapur. Fytyra e tij ndryshoi ngadalë. Ndjenja e tradhtisë, zhgënjimit dhe dhimbjes u përzje në një val të fortë emocioni. "Elena, si mund të bëje këtë?" tha ai, zëri i tij ishte i ulët, por i fortë, duke mbajtur brenda një dhimbje që nuk mund ta fshihte. "Mateo, unë nuk e doja të ndodhte kështu, por zemra ime nuk mund të gënjej veten," ju përgjigj ajo, duke ndier lotët që i rridhnin pa u ndalur. Ndërsa Mateo u ngrit dhe largoi me heshtje, Elena ndjehej e coptuar. Zemra i rrite nga pasioni për Lucan dhe nga dhimbja që po shkaktonte Mateos. Ajo e dinte se vendimi i saj kishte pasoja të përjetshme, dhe se çdo veprim i mëtejshëm do të ndryshonte përjetësisht jetën e tyre. Pasi Mateo u largua, Luca erdhi fshehurazi, i shqetësuar nga tensioni që ndjente Elena. Ai e pa fytyrën e saj të mbushur me lotë dhe e kuptoi menjëherë se gjërat kishin arritur kulmin. "Elena, çfarë ndodhi?" pyeti ai, duke marrë dorën e saj. "Çfarë mund të ndodhte tjetër?" tha ajo, duke shikuar drejt syve. "Të thash të vërtetën. Mateo e din gjithçka tani, dhe gjithçka ka ndryshuar." Ata qëndruan pranë njëri tjetrit, duke ndier një lehtësim të vogël, por edhe frikë për atë që vinte. Pasioni i tyre ishte i pamohueshëm, por pasojat e vendimit të Elenas po shfaqeshin tashmë. Heshtja dhe tensioni i fshehtë që kishin ndarë deri më tani ishte shndëruar në realitet, dhe çdo hap i mëtejshëm ishte një hap drejt të panjohurës. Në atë natë, ndërsa rrugët e qytetit ishin të zbrazura dhe era e vjeshtës përshkonte ajrin, Elena dhe Luca kuptuan se vendimi i saj ishte një pikë pa kthim. Pasioni i fshehtë kishte fituar mbi moralin dhe detyrën, por kostoja do të ishte e madhe. Zemrat e tyre ishin të lidhura me një zjarr të ndaluar që nuk mund të shuhej, dhe çdo ditë e ardhshme do të duhej të përballeshin me pasojat e zgjedhjes së tyre. Dhe kështu, ndërsa nata mbulonte gjithçka,
Ata kuptuan se dashuria e ndaluar ishte e fuqishme, por gjithashtu një rrugë e rrezikshme, ku çdo ndjenjë, çdo prekje dhe çdo shikim mund të shndërrohej në një shpërthim që ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Ditët pas konfrontimit me Matteo ishin të mbushura me një heshtje të rëndë dhe pasiguri. Elena dhe Luca përballeshin me realitetin e vendimit të saj. Zemrat e tyre ishin të lidhura nga pasioni, por çdo moment i kaluar së bashku ishte i mbushur me peshën e pasojave që mund të vinte nga zgjedhjet e tyre. Matteo ishte larguar nga qyteti për një periudhë të pacaktuar, duke i dhënë Elenas mundësinë të mendonte dhe të rifitonte një hapësirë për të reflektuar mbi jetën e saj. Por kjo nuk e lehtësoi dot brengën dhe ndjenjën e fajit që i shoqëronte. Elena dhe Luca u takuan sërish në vendin e tyre të fshehtë, pranë lumit që kishte parë momentet e tyre më të ndaluara dhe pasionante. Ata u ulën pranë njëri tjetrit, heshtja e natës duke mbuluar gjithçka përreth. Shumë gjëra kanë ndryshuar, Elena, tha Luca, duke e shikuar drejt syve. Por zemra ime nuk ka ndryshuar. Çfarë ndjej për ty është më e fuqishme se çdo gjë tjetër. Elena e shikoi me një ndjenjë të përzier, gëzim, pasion, por edhe përgjegjësi. E di, Luca, por çdo ditë që kalojmë së bashku më kujton faje dhe rreziqe. Të gjitha ato momente të fshehta kanë qenë magji, por edhe rrezik. Ata qëndruan të dy në heshtje, duke reflektuar mbi gjithçka që kishte ndodhur. Dashurinë e ndaluar, pasionin e fshehtë dhe vendimin që e kishte çuar Elena përtej kufirit të moralit. Ishte një ndjenjë përziere lumturisë dhe dhimbjes. Çfarë do të bëjmë tani? Pyeti Elena, duke e shikuar me sy të lodhur por të vendosur. Do të jemi së bashku, por duhet të jemi të kujdesshëm, tha Luca. Pasioni është i fuqishëm, por nuk mund të shkatërrojmë gjithçka rreth nesh. Tani më shumë se kurrë, duhet të vlerësojmë çdo moment. Elena buzëqeshi për herë të parë, pa ndjenja faji të drejtpërdrejta, duke ndjerë një qetësi të re brenda saj. Ajo kuptoi se pasioni dhe dashuria e ndaluar kishin ndryshuar përjetësisht jetën e saj, por gjithashtu i kishin dhënë forcën për të bërë zgjedhje të reja dhe të vetëdijshme. Ditët kaluan, dhe Elena dhe Luca filluan të ndërtonin një marrëdhënie të re, më të qëndrueshme dhe të ndarë nga fshehtësitë që i kishin karakterizuar më parë. Ata mësuan të jetonin me pasionin, por edhe me vetëdije për pasojat e tij. Në heshtjen e natës, pranë lumit, ndërsa shikonte reflektimin e dritave mbi ujë, Elena kuptoi një të vërtetë të thjeshtë, por të fuqishme. Dashuria, edhe kur është ndaluar, mund të ndryshojë jetën, të zgjojë zemrën dhe të tregojë forcën e saj të pamohueshme. Por çdo zjarr, çdo pasion ka një kosto, dhe zgjedhja e saj kishte qenë një mësim i thellë mbi jetën, fajeve dhe fuqinë e ndjenjave të vërteta. Elena dhe Luca u shtrënguan në heshtje, duke ndjerë se çdo sfidë që kishin kaluar i kishte bërë më të fortë. Ata e dinin që pasioni i tyre ishte i ndaluar dikur, por tani ishte realiteti i tyre, një dashuri që kishte kaluar çdo pengesë dhe çdo kufi moral, duke u shndëruar në një histori të përjetshme të zemrës dhe zemërimit njerëzor, pasionit dhe reflektimit mbi zgjedhjet e jetës. Dhe kështu, në dritën e kaltër të natës, ata e pan të ardhmen si një rrugë të re, ku pasioni dhe dashuria do të shoqëronin çdo hap të tyre, ndërsa faji dhe rreziqet mbeteshin kujtime të paharrueshme të një historie që nuk mund të harrohej kurrë.